Po prognoza të kjo smundje, të këto dy grupet smundjeve, a është paqe lartë sa të smundje tjera? Kështu, prognoza tash, kur vjen fundi, do me thoni smundjes, dhe është bo trajtimi kirurgjik, me smundjen e kolitit ulcerës konsiderohet që është shëru smundja. Do me thoni me një trajtim kirurgjik që është i fundit, normal, nuk është trajtimi kirurgjik në rend parë. Mirë po, të morbus Crohni, kur nuk mund të themi se smundja është shëru. Për arsye se lokalizimi ti është më i shpesh në regionin ileocekal, por nuk përjashtohen edhe lokalizimet tjera. Kështu që pacienti mund të nënshtrohet një intervenimi kirurgjik, sa për të larguar atë pjesë të smurdhe, cila është stenozogje, që është ngushtuar dhe ka bo probleme për organizmin, por pas ti intervenimi kirurgjik nuk do të thotë se mas disa viteve nuk do të ketë prap intervenim kirurgjik. Prandaj thuhet se pacient me smundjen e Crohnit mund të kenë 2, 3 apo më tepër intervenime kirurgjike gjatë jetës. Natyrisht i marr parasysh edhe komplikimet, është shumë rëndësi t'i dim edhe ato që për shembull i diferencojnë njëna me tjetrën. Me siguri kemi edhe slajdet të cilat do t'i sqarojmë më vonë sa i përket dallimeve. Po para se të dalim tek shpjegimi i vizual, po më intereson këto smundjet që cilat sapo i përmende, a kanë simptoma, a mund ta vrej dallimin pacienti kur ka një ndryshim? Po kanë simptoma. Shiqoni kështu në një aspekt general, çdo paraqitje deri në 2 deri në 3 javë duhet të trajtohet, të diagnostifikohet dhe të trajtohet nga ana e infektologut. Sa konsiderohet paraqitje brenda ditës, 2, 3? Paraqitjet mund të jenë të ndryshme. Prandaj dhe bëhet shkalla klinike, domethënë smundjes, kur kemi për shembull të koliti ulceroz, në një shkallë e lehtë, do të thosha kolitit ulceroz, e konsiderojmë deri në 3 paraqitje. Prej 4 deri në 6 paraqitje brenda 24 orëve është e mesme, edhe prej 7 mbi 7, e që pacientët nganjëherë mund të kenë edhe 10, 15, 20 paraqitje, por që dallimi tash mes smundjes së Crohnit edhe kolitit ulceroz është se te Crohni pothuajse gjithmonë kemi praninë e gjakut të freskt në jashtëqitje, ndërkaq te Crohni nuk e kemi jashtëzakonisht rrallë apo gati fare, nuk kemi prezencën e gjakut të freskt në jashtëqitje. Po doktor, se po ndërhyj kështu po, jo çdo herë mund të themi se kemi Crohn ose kolit ulceroz kur kemi barkëqitje. Cila mund të jenë ndoshta simptomat që neve na bën diferencimin edhe me mendu që diçka nuk është në rregull. Spori e thash ato të parën që është shumë rëndësi se është barkëqitja vetëm 4-5 ditë, një javë ditë që nuk do të thotë që është kolit ulceroz. Ose morbus. Ose Crohn. Po nëse zgjat më tepër se 3 javë, ose sidomos se 1 muaj, zgjat më tepër, atëherë gjithmonë shancat janë që t'jenë. Pacientët zakonisht shihet duke u trajtuar për se kur kemi barkëqitje zakonisht fillojmë një një trajtim të lehtë për mos me pas barkëqitje dhe pastaj trajtimi i lehtë është një terapi jo adekuate për shembull për kolitin ulceroz, prandaj pacientët nuk do të kenë përmirësim. Edhe në kohën që për shembull te pacienti kemi 7, 8, 10 barkëqitje, 15 barkëqitje dhe pothuajse të gjitha me praninë e gjakut të freskët. Është relativisht një moshë e re, por mos të harrojmë se mund të jetë edhe mosha e vjetër. Prandaj 15 deri në 30 dhe 50 deri në 65 janë fazat ku më tepër me atakohen personat nga smundjet inflamatore. Prandaj edhe këto të barkëqitjes e quajmë na modalitet bimodalitet, domethënë është një distribuim bimodal i sa i përket moshës në këto 2 grup mosha. Kjo nuk do të thotë që s'ka ndërmjet tyre. A ka ndërprerje, për shembull një ditë ka barkëqitje të nesërm nuk ka, pastaj mund të ketë apo është e vazhdueshme? Janë të vazhdueshme, pothuajse janë të vazhdueshme. Ajo që shtin pacientin numri i madh i barkëqitjeve, shumica prej tyre me gjak të freskët, te koliti ulceroz, ndërkaq te Crohni thamë se nuk ndodh një dukuri e tillë ose shumë rrallë se fare gati nuk ndodh. Pastaj në terren të kësaj na kemi edhe një lodhje, kemi një plagështi, kemi pastaj edhe fenomene të ndryshme, domethënë të fryrjes së barkut, të dhimbjeve në bark, pse jo edhe të një temperature subfebrile dhe të gjitha këtu e bën pacientin dhe sidomos kështu është mirë që të sqarohet edhe për auditoriumin që nëse për shembull paraqiten një humbje në peshë, e cila për momentin është e pasqarueshme.
Pastaj nëse kemi gjakderdhje prej rektomi, dhe më thonë prej zorës trash, kemi ndryshimin her konstipacion, her barkqitje, gjitha këto janë shenja, kemi humbjen e peshës, pastaj kemi një anemi ferrodeficitare, pastaj një vjellje e cila është për momentin meteorologjike paskarume, ose dhe për kundër dhënies së terapisë për gazrat, gjitha ato për qetësim të zorrë, nuk kemi ndonjë përmirësim, atër pacienti duhet paraqitet, duhet gjithsesi, ajo është momenti fundit, është në vija kuqe që e thojmë ne, që pacienti gjithsesi duhet paraqitet te mjeku dhe duhet të merr domethënë atë diagnostikimin dhe trajtimin e duhur dhe normalisht pastaj vazhdojnë procedurat.